Fisi, çfarë artista do të kemi në ditëve në vazhdim? Se programi Fisit miqtemi është çdo të mërkurë në ora 22 deri në ora 00 në mesnatë. Dhe po ashtu i qasshëm edhe në rrjetet tona sociale ku mund ta shihni me pamje dhe bukur mirë të realizuar. Nga një studio e radios që jep një energji shumë të mirë për juve që jeni në shpinë atko. A ju që jeni në vetura as do t'ju mungoj fare asgjë pamja, njëjtë bukur do t'jetë. Çfarë artista do të kemi? Artista ka me post të ndryshme. Po flas në emra, se për fusha e kuptum, po emrat që do t'i kemi të mërkureve në vazhdim. Emrat nuk i kisha zbulu, i kisha lënë çdo javë ka një, ka dal në varë mënyre. Po unë po menoj që çdo artist ka me pas qef me ardhë në orë studio, se në fund ditës na kena me bu një punë të shkëlqyme që secili artist ka me pas qef me pas në CV që u kom pjesë marrës në orë studio. Super, a mundet dikush me shkru prej artistave të ri mu lajmëru me qenë pjesë e programit? Po për artistat të ri në ditë kena bo open mic, për shembull që kena qit mikrofonin në shesh, edhe artistat e ri për shembull që nuk kanë ashta shumë fan base, followers, a jenë të janis, ata vish e kam pas qatë platform me performu në open mic. Kështu që qofse në artist ka me konë tepër i mirë edhe neve ka me në rodhë në sy apo në vesh, normal që edhe ka me konë platform edhe për ta. Faqet e programit, cilat janë? Që gjejmë në Instagram, në Facebook? Po jene në Radio Dugagjini, po ashtu i kemi hap të gjitha Spotify-in, TikTok-in, YouTube-in, Instagram-in, krejt këto platforma, mod social media ku mund të na shikoni dhe dëgjoni. Shumë i mirë programi, unë pa ta fatin më ndëgju mram, edhe më pëlqej që edhe Lorene e pash edhe njofta krejt në një verzion ndryshe, si ka ana private, si ana amitësis, si ana profesionale pastaj. Ajo flet edhe për dyshimet e njerëzve për rreth që i ka pas derisa zbulohej si këngëtare, ani pse vllau ishte i pari që e kishte. Kështu si histori është shumë e bukur me u ndëgju prej një vajze që është talent botnor, nuk besoj që do ndalet veç me Kosovë Shqipëri, Lore. Edhe unë e kom këtë menem, edhe i kom thonë intervjis që i sholla na vjana pet, kur të bëhet edhe ma e suksesshme, kështu që na premtoj, na qatë pjesë e prejnë edhe. Hajde ta ndëgjojnë edhe njerë Loren, sonte Fisi e ka në studio prej orës 22. Yes. Know what it means. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted, but when I wake up. Pra, sonte do ta ndëgjoni këtë pjesë. Une kryesisht nuk xhelozoj as se dikush e ka veturën më të mirë, as nuk xhelozoj se dikush e ka shtëpinë më të mirë ose shkon pushime, unë xhelozoj kur një zot tjetër më të mirë. Vdes, o zot, kjo ka një super zot kjo vajzë. Unë xhelozoj kur i shoh njerëz me femna. O zot. Se çfarë do të ketë sonte të Fisi Uniku në ora 22 në Radio Dugagjini, ndjekim promon nga epizodi i sontëm. Fis të shkoft të mbarë, shpresoj për plot suksese prap me të pas studio. Mirë se u bashkove me ne. Edhe falenderët që ma kep mundësin edhe knatësi. Je konë shumë willing me bashkëpunu. Shumë knatësi. Falenderët shumë. E ndjekim episodin për sonte në ora 22 që na pret në YouTube edhe në valë të Radio Dugagjinit. E bukura Lore. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Mas pori ja ke njës me kënu në dush, a është e vërtet? Shumë e vërtet. Veç ja fut. Jo, është shumë e vërtet. Paka shumë të po t'gjohet tani, duket sikur ndryshon veç artisti, po. Tila o fjalla që e përdor kur shonë? Por ishim në studio dhe po mendonim se kush mund t'ishte artisti tjetër në bashkëpunim. Po, një reper. Ishim gjithë me menjen që mund t'ishte Elineli. Ufteronë dashnija. Dashnia është dhimbje. Elineli kishte thënë këtë këngë ta bën Lore. Šta da do të mërë të mali, po stoja me ty.